Jo kritikat e Kimit, edhe vlenin. Nuk e dëmtojnë kritikat e Kimit. A dini që e dëmton vlenin? E dëmton ajo se vetëm njeriu që s'ka sy e që s'ka vesh nuk e sheh. Që ne sot sundohemi nga vëmëroja. Nuk ka lidhje, këto janë vetëm shqiptarë që duhet të arsyetojnë se kemi edhe shqiptarë. Do ta diskutoj pak më pas vlenin, por pse sa ditë u bën që përfunduan zgjedhjet? Është data 22, ishim në 19, janë 3 ditë. Po. Ali Ahmeti nuk është askund, nuk ka dalë të deklarohet. Po nuk e di edhe... Ishte i vetë Bujar Osmani që pranoi rezultatin e humbjes dhe uroi kundër kandidatën e tij zotin Izet Mexhiti, por kreu i AKI-s, zoti Ali Ahmeti, nuk është askund. E ka të vështirë ta pranoj humbjen, është humbja kaq e madhe sa ati i ka dhënë një goditje realisht të madhe, është duke konsideruar pensionimin politik siç po ja kërkojnë këta. Cila është situata? Mbas është një situatë refleksioni politik. Nuk e di, po nuk mendoj se ai është shumë i trishtuar nga kjo humbje, aq sa e njoh unë. Me të vërtet, aq sa ai njoh, mund të them që e njoh, një edhe ai mu, të mirë me vetë, gjithë këta më njohin edhe mu. Andaj besoju, çfarë të thonë për mu, ja të them më intimisht, besoju, se më njohin aq mirë sa që kemi bërë shumë gjëra të përbashkëta, besën bëm bashk, për shembull, atë besën e fortë, që më ne hyn nga brenda, qarqe policore, politike, gjithë ata që s'lishin xhuma pa fal dulçi, kujdesu se ato vëlla s'kan frikë as Zot as kur gjatë, kanë frikë vetëm pendrekun, edhe i shërbejnë, nuk i shërbejnë as fesë as Zotit, po i shërbejnë vetëm qeverisë, vetëm kolltukut. Këtu kur e kam përjetuar edhe kam thënë, këtu thjesht erdha në diçka që është e dhimbshme ta thuash që e kam thënë, që 50 vitet e ardhshme në Maqedoni s'mund të bëhet diçka e re, derisa mos vijë një e re. Se e re do janë këta. Që pas një kohe edhe vlenin do të coptohet, do dalet diçka e re. Edhe ne gjithmonë në Maqedoni na ndodhin parti të reja, po thash në stilin e asaj, që ta thash në fillim, që na erdh u ndërtuat një shtëpi publike e re, a brenda 50 vjeçare. E tashti, ajo është e re, me të vërtet, si shtëpi publike është e re, se s'ka qenë në lagjen tonë. Emën tjetër, e tani pse zotriu nuk paraqitet, nuk mund ta di, nuk duhet ta paraqitet. Mirë po thash, aq sa unë e njoh, vështirë mund ta tronditish. Gjithmonë ka varianta, sepse ajo është ajo gjenerata e kalitur që i ka kaluar. Nuk është momentin e tij më të keq politik? Ajo është momentin e tij më të keq. Mirë po thash që pse ati i shkatrohet partia, i shkatrohet BDI-ja, i shkatrohet duke u coptuar, duke u bë lëvizje demokratike dhe duke mbet AKI, që tashti ma edhe nuk e di njerëzit që është BDI. Ju mendojnë që Ali Ahmeti në një moment do të mendoj që të hap rrugë, të lejë reformat, të ketë një strukturë? Ai duheshte ta bëj atë, këtë e them se e kam thënë para shumë viteve në tekstet e mia. Ai nëse don, e kam thënë kështu tekstualisht, nëse don të mbetet atë që është, që ka qenë, se mas është, se ai tashti është një hero mbi gomar. Ai mund mbeti hero mbi kalin e bardhë. Nëse do të tërhiqej në kohën e dur, edhe nëse do e mbështeste atë idenë time që të vinë njerëz të ri, ku bëjnë pjesë edhe kandidati që humbi në Çajër, edhe kandidati ky i riu 20 vjet në pushtet që ka qenë, që fitoi. Këta unë doja ta marrin pushtetin. Këta e din, se ja u kam thënë fytyrë, që unë angazhohem që të formohet një elit e re politike, që të shkëputemi një herë për gjithmonë, edhe nga ata të vjetit komunist, edhe nga këta leninistët që na erdhën nga Zvicra, e do të bëjmë dal nga dal,